pjesa e Drenicës. E që është fakt. Nuk mundë me ndryshu këtë pjesa, po. Jo, si s'po do me ndryshu, Se dim që mbi 70% i ka fitu vetëm në Skënderaj, nëse s'gabom. Po, edhe shumicën e deputatëve i ka prej Skënderaj. Edhe nga ajo pjesë. Sidomos në këtë legislaturë të tashme. Shodrani, pa dyshim e ka një mendim ndryshe. I cili është ai? Parti regionale edhe bazën për çdo parti politike nuk po e kontestoj dhe nuk po e diskutoj. Të njëjtën gjë mundemi me thonë për Lidhjen Demokratike që ka pas bazën e Prishtinës dhe ka pas mbështetjen më të fuqishme aleancën që ka pas në pjesën e Deçanit, mirë po. Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës janë parti nacionale, janë parti që kanë bazë në të Republikën e Kosovës. Janë partit që kanë edhe histori mbrapa. Na mundemi me pas kritika të jashtëzakonshme për formën se si po veprojnë tash, madje edhe kritika ime kryesore ka qenë pse këto kanë rënë në diskursin e lëvizjes vetëvendosje, pse këto kanë rënë në atë vlerësimin e saj, këtë kartën e moralit se çka është e mirë dhe çka është e keqe, po e masin vazhdimisht me atë se çfarë ju ka thonë lëvizja vetëvendosje. Madje edhe kritika që ka qenë nga lëvizja vetëvendosje se të gjitha partitë opozitare po bashkohen, edhe po janë të unifikume. Këto kanë dashur me çdo kusht më shumë kanë luftu me u nda prej njëna tjetrës sesa me i shpërfaqë dështimet e qeverisës për 4 vjeçare në ardhshëm. Në qoftë se ka thënë lëvizja vetëvendosje është e keqe bashkimi i partive opozitare, këta e kanë rilegjitimu diçka tillë dhe kanë thënë po është e keqe dhe kanë dashur që me çdo kusht me u identifiku si parti edhe me u nda për njëna tjetrës. Pse është e keqe fundja unifikimi në opozit kundrejt pushtetit? Nuk është kurrë gjë e keqe, është dashur ta me punu që me i shpërfaq dështimet, sepse nuk besoj që ka pas qeveri në kalumen, që ka dhënë tema më shumë se sa lëvizja vetëvendosje gjatë kësaj qeverisje, që me i shfrytëzu si ka uzë partitë politike edhe për me vazhdu tutje. Partitë politike e kanë pas një droj, një frikë ndaj figurës së Albin Kurti dhe popularitetit. Kjo paranoja i ka ndjek realisht që nga rezultati i 2021-s kur fitoi zotri Kurti 50+1%. Në një farforme çdo kritik që ka qenë e lëvizjes vetëvendosje, qoftë për kërkesën për reformim mbrana Partisë Demokratike, mbrana gjitha partive tjera dhe nga lëvizja vetëvendosje, e kanë bërë konform kërkesave të lëvizjes vetëvendosje. Edhe reformat nuk i kanë bërë thelbësore dhe të vërteta realisht që me u shërby vetë partisë e jo me i bën reformat sa për me kënaq egon e dikuj tjetër, sepse kërkesa ka qenë nga jashtë. Reformat do duhet vinte nga kërkesa nga brenda, jo vetëm për me kënaq kërkesën e një partie që ka qenë pushtet. Tu ka qenë kërkesa që ja pas ka bërë vetëvendosja PDK-s ose LDK-s. Kërkesa kryesore ka qenë që me pas një reformë tek partitë politike e të ashtu quajtura partitë e vjetra, reformat, se nuk e ndërmarrën më herët, fatkeqësisht. Se si ndërmarrën më herët. Se s'kan pas nevojë se në pushtet. S'kan pas nevojë me i marrë reformat ata. Edhe diçka tjetër. Problemi kryesor ka që duhet me i bën reformat janë përçë partitë opozitare, ish opozitare, për shkak duhet me pas parasysh gjithnjë kontekstin kohor dhe situatën e përdorur. Konteksti kohor, vitin 2021 ka qenë hajnat edhe shpëtimtarët. Kështu e ka kriju diskursin Albin Kurti. Këta të këqit Ky diskurs vjen prej 2010-s. Dhe në qoftë, po, veç prej momentit parë që vetëvendosja është futur në parlament 2010-ën, e deri në vitin 2021 ka vazhduar me këtë diskurs. Por ky diskurs pastaj u finalizua në një farë forme, Albin Kurti arriti, zotri Kurti arriti pra që këtë forme u jit edhe me rrit si bim që njerëz me besu në masë që këta janë vetëvendosja janë shpëtimtare, ndërsa këta të tjerët janë të këqin. Dhe në rast se do ishin bo bashk, atëherë zotri Kurti nuk do fiton të 20%. Gjithnjë sipas mendimit tim, nuk po them se nuk po flas për 2010-ën Ardian, po flas nga viti 2021. Po flasim për viti 2021 Ardian. Deri në vitin 2025 partitë opozitare nëse ishin bo bashk, Albin Kurti kishte fituar edhe 60% për shkak se ka pas diskursin tema që është dashur me merr, ta nuk janë mirë me këtë temë, këta janë mirë me çështje koti. Ajo ka qenë tema kryesore, tjetër temë kjo. Tema kryesore ka qenë urrit ushtrituar energjia elektrike, këta folin procedura. Kjo është tjetër temë, ndërsa ajo që ne kemi të lashëm që nuk shtrejtohet energjia elektrike në veri, këta flasin për procedura, thonë kur na vjen radha neve, thonë na kanë me tregu konstruktivitetin. Kanë bën gjëm opozit. Po nuk ju vjen radha, ata e dinë që kryetari i Kuvendit është ekskluzivisht të drejtën e propozimit e ka partia fituese. Çka merren këta me këto gjëra tjera? Po çdo temë e mundshme, çdo ditë vreukon kanë një temë që këta kanë mujt me shfrytëzu. Vërtetë. Mirë, po që kem pas një opozit doktor dhe një opozit për gjumën, ajo është e vërtetë. Kur të kish mendjen ti me bën kritiken, tu kalkulu në proceset e tjera zgjedhore,
apo mundemi me pas një bashkëpunim, apo s'po mundemi me pas një bashkëpunim, edhe prej komoditetit që kanë pas deputet në partit ish opozitare, sepse sot nuk e dim kush do t'jetë opozit ose kush jo, atëherë vjen deri te ky rezultat. Rezultati për 48 deputet nuk është vetëm merit e zotërit Kurti, mirë po është edhe merit e sjelljes së tjerëve karshi zotërit Kurti. Apo tema që kur është dashur fundja me pas një unifikim edhe një përkraje, bashkë në ato tema sikur më i thon, në çato tema që çdo të më bë kritik, në ato tema kanë bë kritikën edhe kanë humbë mbështetje popullore. Është vërtet, edhe ditëve të sotme për shembull e kemi kompaninë Noa me 2 punëtorë që unë pajtona me këtë që po thu, por ajo sa i përket bashkimit të partive opozitare, sidomos për gjatë këtyre viteve, do ishte një gabim më i madh se sa ky i sotme të cilin janë tu e bërë. Në qoftë se bashkimi është bërë, më falë, në qoftë se bashkimi është bërë për një kauzë të drejtë, edhe të din me argumentu kauzën, kur gjë nuk është e keqe, në qoftë se sot gjithë deputet e bojnë një bashkim, një unifikim, edhe dalin edhe kërkojnë llogari për atë kompani që është e teta më e madhe me qarkullimin në Kosovë. Qa kot keqe me u bashku kejt deputet, sepse fundi ata janë për me mbrojt interesin. Mirë, po këta po kalkulojnë. Këta po kalkulojnë pse në qoftë se në bana me këta edhe mundë me Fisar, që shëshe këtë situatë dhe që shëshe opozitën, sepse po e shoh që ke vazhdimisht të kritika ndaj opozitës, ish opozitës po flasë, opozitës legislaturës së kaluar. Po, ose opozitës së mundshme. Narrativa që kanë përdorur ata gjatë 4 vite pushtet kanë qenë jo të duhurat për periudhën që ishte në atë kohë. Po, mendon që është momenti që ata të ndryshojnë, sepse e kam provu që nuk është pëlqyer dhe nuk është komentuar mirë as opozita që kanë bo tek qytetarë. Është shumë e vështirë. Shkodrani e ceki më herët, ne kemi zotin Ramush Haradinaj që është betonizuar në mendimin e tij për Albin Kurtin, pra nuk kalon për te asajna. Kemi Partinë Demokratike dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës që vazhdojnë në farë mënyre me ato egot e tyre personale. Po PDK si po reagon sipas jush?